Përshëndetje dhe mirë se vini në Rrënjë. Ky podcast në projektin dhe në mendjen time duhet kishte filluar faktikisht në një moment tjetër edhe në rrethana ndoshta pak më të qeta, po ja ku jemi edhe ndonjëherë momentin e dur nuk e zgjedhim vet, por na vjen nga lart pak a shumë. Ngjarje që ka ndodhur në Shqipëri dhe që po ndodhin akoma prej 8 ditë tashmë, pra protesta që po zhvillohet në Tiranë edhe në shumë qytete të tjera të Shqipërisë, na kanë bërë të zgjedhim pikërisht këtë moment për ta filluar këtë podcast. Protesta nuk po zhvillohet vetëm në Tiranë, protesta ka kaluar kufite e Shqipërisë dhe ka arritur pikërisht atë pjesën e shqiptarëve që neve me këtë projekt dhe me këtë podcast kemi dëshirë, qef të pasqyrojmë dhe të tregojmë, pra diasporën. Kështu që na ndiqni se ky është Rrënjë. Pra siç e thash, ky projekt duhet kishte filluar në një moment tjetër. Shumë shkurtimisht, ideja ime ishte që të sillja zët e diasporës, të njerëzve që kush më herët dhe kush më vonë ka ikur nga Shqipëria, qoftë i detyruar ose qoftë me dëshirën e vet, edhe jeton tani më jashtë kufit e saj, po gjithmonë duke pasur një sy që sheh drejt atë dheut. Sigurisht që këtë nuk dua ta bëj vetëm për shqiptarët e Shqipërisë, dua ta bëj për shqiptarët, dua të jetë sa më gjithëpërfshirëse, të jetë një podcast që do mbledhë zërat e shqiptarëve të Shqipërisë, të Kosovës, të Malit Zi, të Maqedonisë të Veriut, pra të shqiptarëve që vinë nga të gjitha trevat ku flitet edhe ku jetohet shqip. Por siç e thash, nuk do jetë ky rasti, nuk do jetë ky fillimi, sepse protesta që tani më po vazhdojnë prej 8 ditësh në Tiranë, në qytete të tjera të Shqipërisë, si për shembull në Korçë, në Shkodër, e kanë marrë gjithë vëmendjen e botës shqiptare dhe jo vetëm, kanë marrë tani më edhe vëmendjen e mediave të huaja, por protesta nuk është zhvilluar vetëm brenda kufive të Shqipërisë, protesta është zhvilluar edhe në diasporë. Unë jetoj në diasporë dhe tashi jemi bërë bashk pikërisht për të mbështetur, sepse për këtë flitet për mbështetje të protestës që po ndodh në Tiranë. Protestat e para në diasporë kanë filluar në Gjermani, edhe një prej tyre ka qenë protesta që është zhvilluar në Myni të premten në orën 18:30, paralelisht me protestën që po zhvillohej në të njëjtën orë, pra në të njëjtën ditë në Berlin. Edhe sot pikërisht do flasim, do kërkoj t'ju sjell përmes zërit e një prej, nuk do thoj organizuesve, sepse siç e dim këto protesta nuk është se kanë një organizator të vetëm ose një grupim të vetëm organizatorësh, por një prej iniciues, domethënë të protestës në Myni, që quhet Davis Sami, edhe ai jeton këtu në Gjermani, jeton në Myni prej disa vitesh, por këtë mund na e tregoj ai pas pak me fjalët e tij. Ja, një hyrje të vogël pra për të prezantuar shumë shkurtimisht, edhe për të thënë se çfarë ke bërë dhe çfarë përfaqëson, që të paktën ta fillojmë pastaj diskutimin bashk. Devisi është i ftuar sot në episodin e parë të podcastit Rrënjë si një prej iniciatorëve, nuk do them organizator, sepse siç kemi mësuar protestat e kësaj javës që kaloi dhe protestat e kësaj jave nuk kanë zyrtarisht një organizator ose një iniciator, por ka qenë një nga më aktivët në qytetin e Myniut për sa i përket organizimit të protestës në Myni, protestë e cila ka qenë të premten bashk në të njëjtën orë me atë që është organizuar në Berlin. Edhe ka pasur një pjesëmarrje goxha të mirë, besoj Devis. Fjalë për ty. Po, faleminderit Endre për ftesën.
si fillim të uroj shumë suksese me podcastin në nismën. Shumë vëndë. Me sa të armën të thej që kjo ishte episodi i parë, edhe shumë i nderuar. Kjo të thotë që unë jam i ftuar i parë, pas shumë vitesh kur ti je Joe Rogan, shqiptar, njerëzit do thejnë tek podcasti jonë i parë. Dakor, të falenderoj shumë për ftesën edhe për të kthyer për të hyrë direkt temë. Është e vërtet, ka pas një organizim spontan, fantastik, shumë bukur, qytetar, të njerëzve që jetojnë në Shqipëri, por edhe të shqiptarëve që akoma jetojnë me një pjesë të tyre me Shqipërinë, edhe pse mund të jenë në diasporë. Nuk e di nëse do thoja ta filloj. Po jo, për lëvizjen se si ne kemi jo njëri tjetrin. Jo, unë thash thjesht që neve kur isha në mute, thash thjesht që neve njihemi prej disa vitesh, do thoja tani, se në mos gabohem, jam bërë 1-2 vite që takohemi rastësisht përmes ekranit siç jemi tani, nuk patëm rastin të takoheshim personalisht premtër në Myni për problemet e mia, të themi. Po njihemi përmes televizës, nuk e kam bërë prezantimin e gjatë të gjërës, sepse mendoja që të përkushtoheshim më tepër organizimit dhe rrjedhës së protestës në Myni, por nëse do të thuash 1-2 llafe, s'ka problem, nuk ka asnjë problemi, madje është thjesht për kontekst, për ne flasim hapur edhe në mënyrën si jemi njohur, edhe se si ka lindë dëshira për të organizuar dhe për të kontribuar në po ndodhin këtë ditë. Ne jemi pjesë e diasporës për Shqipërinë e Lirë, edhe në këtë mënyrë në rrugë tonë të komunikimit u gjendëm përballë, le të themi, shumë fakteve të kryera që njerëzit vërtet kanë marrë fundës edhe kanë dalë protestojnë për diçka që nisi si një lëvizje, një kundërpërgjigje ambientaliste, por në fakt është shumë e thellë kaq. Dhe ne pam që kishte organizime paralele në Bruxelles, Strasbourg, në Berlin, edhe gjë po ndodhte shumë shpejt, sigurisht morëm iniciativën për të organizuar diçka edhe në Myni, qytet ku jeton një grup shumë i madh shqiptarësh, nga Shqipëria, por edhe nga Kosova, nga shtetet e tjera. Dhe madje ndoshta duhet bëj unë një prezantim për ty, ti ke qenë një nga bashkë organizatorët, pavarësisht se nuk ishe në protest, sigurove një pjesë materialeve logjistike, le të themi, të nevojshme për protestin. Galar. Galar. Me dashuri galar. Po, kështu është, dhe ne ishim pak në limit të kohës për të marrë leje për protestën, sepse ti duhet marrësh 40 orë më parë leje pa llogaritë pushim, dhe e intja ishte pushim, kështu që duhet të veprojmë shumë shpejt për punë orare, se më thënë kemi kapur të lejen për të qenë konform ligjeve. Si ishte për ata që mund të mos ta dinë, sepse si ishte, edhe ndoshta mund të ndihmojmë edhe për organizimin e protestave të radhës, si ishte pjesa legale, të themi, domethënë pjesa e lajmërimit të protestës në bashki ose në polici. Po, faleminderit që bërë pyetjen, të know-how, po themi që edhe ne kemi nisur këtë ditë fundit, është mirë pak kanë në ministrin ose në qeverisë, mos kanë ushu bashkisë duhet të nisësh një formular për mbledhje e personave, nuk e di nëse na lejohet për të qenë podcastin. Pra është një deklarat që do mblidhesh, ke të drejtë mblidhesh, dhe këtë plotson një formular, duhet dalë dikush garant, në rast isha unë, por ishte rastësi që fillova unë, ishte kushdo tjetër, ose mund dalë një organizat. Pas eksperiencës time unë do këshilloja që nëse ka një organizatë që mbështet kauzën, të bëni deklarim në emër të organizatës, dhe plotson dhënat e nevojshme. Është një do jetë një
protestë statike, apo pra që ndrohet në një vend caktuar, apo do të ketë një farë ecje nga pika X në pikën Y. Dhe e nis të një formular me të bëra tek një email i caktuar që bashkia ka bashkia e Minive dhe ka në internet, po shqipas është për gjithë bashkitë në Gjermani. Dhe mua më morën telefon direkt nesërmën. Mojt një punës departament edhe më dha disa informacione, më falenderoj për angazhimin, dhe sigurisht në këtë rast ishte pak diçka e veçantë, ajo punësja e bashkisë donte të më theksonte gjithashtu faktin që konsulatat dhe ambasadat mbrohen nga ligjet veçanta ndërkombëtare, dhe të ishte një që ne të mos ishim komplet në gjithë me bashkim, po ishte mbanim një distancë pra hyrja e konsulatës të mos bllokohej. Dhe përtej kësaj nuk pati asnjë gjë tjetër, pra këtu u mbyll, si më thënë, pjesa organizative për lejen, dhe kontakti tjetër që ne kemi pas ishte policia, pra funksionon kështu, ne marrim leje te bashkia jep drejtim me Shile dhe pastaj ja dërgon këtë aplikim policisë gjermane dhe policia gjermane pastaj vjen në kontakt me ne. Një ditë para protestës më morën telefon policia për të më konfirmuar edhe ajo një të gjëra, kryesisht lidhe me numrin e me pjesëmarrësve. Po. Po se kemi edhe një fakt interesant edhe për këtë që e morën vesh më vonë, që ne e tregove ke grupi. Është shumë interesant, në fakt ne ishim të gjithë në një situatë ku duhet të improvizonim, edhe numri i protestuesve që unë pata dhënë ishte shumë i vogël, në krahasim me ato me numrin që u shfaq vërtet në protestës. Dhe ishte, në fakt, se nuk do ta tregoj në fillim, në momentin që ne filluam edhe në rrjetet sociale, edhe në chatet paralelisht në Mini kishin nisur organizime të ndryshme, edhe për fat mirë kjo sinergji u bashkua, edhe u mblodhen disa rryma të organizimit të diçka të bashkët, dhe më fal se po ndërprese. Do ishte mirë dhe bukur ta theksojmë se siç thash në fillim, këto protesta nuk kanë pasur një organizim të mirëfillt, domethënë një person ose një grup personash që kanë marrë nismën zyrtarisht për ta filluar. Domethënë kanë qenë shumë organizime të vogla që në fund, në vend të prisheshin me njëra tjetrën, siç jemi mësuar ndonjëherë që ndodh, kupton që do ta organizoj unë, jo po duhet të jem unë kryetari ose kryesori, edhe pastaj më në fund nuk bëhet gjë. Në këtë rast, dy organizime paralele që kanë qenë në Muni, pra ai që po na tregon Devisi, edhe një tjetër kanë me dëshirën e tyre, edhe ndoshta edhe me ndasitë e tyre mes të pjesëmarrësve, kanë pasur qëllimin edhe vullnetin për të bërë bashkë. Më falë se të ndërpreva, po mund të vazhdosh. Jo, faleminderit që bëre të serim, sepse është shumë e rëndësishme, dhe është një gjë shumë e bukur që unë kam konstatuar në këtë protestë. Nuk ka pas absolutisht asnjë lloj tentativë për aksionizëm apo për ta shpërngul këtë protestë që është, më thënë, një revoltë e gjithëve në një drejtim të caktuar. Ne ram dakord që në fillim, ose ishte, si më thënë, kryefjala e fillimit të këtij bashkëpunimi që nuk do dalim as me një logo partie apo organizate apo gjërat lejon pankartat e bukura, flamurit, gjërat për cilat ne na revoltojnë ose që na kanë bërë protestë, po nuk do të ketë as kuptim partijak dhe as kuptim përçarës. Theksi ishte një revoltë përbashkëpuese kundër sfundit një sistemi politik që na ka sjellë gjithë në emigrim. Po, dhe për të rikthyer aty ku kisha tek organizimi, ne përshindjem në një mënyrë euforike se si rritej numri i njerëzve që merrnin pjesë në protestë, ishte diçka shumë
magnetike, le të themi, ky moment për mi që po merrte pjesëmarrja dhe dëshira për të marrë pjesë në protestë. Dhe u gjendëm në fund para faktit krye që numri i pjesëmarrësve ishte shumë fish i asaj që ne kishim deklaruar, normalisht kishim ca përplasje me policinë ose disa policia kryesisht për punën e saj kishte një farë ndrojtje dhe një farë frike që kjo gjë mund të jashtë kontrollit ose mund të bllokojë qarkullimi ose mund të ishte shumë me shumë se sa ata që kishin parashikuar. Më fal, i akoma mute, nuk e di nëse folje se diçka. Po, isha mute. Nëse më dëgjon tani, pa shiko, është se duhet ta bëjmë këtë pjesën komike, sot është live, është episodi i parë, edhe për më tepër po e çoj live. Domethënë është dy fishi i vështirësisë për mua, po mbaj regjin, domethënë këto ndarjet e ekranit, edhe plus momentin që nuk dua të dëgjohet se nëse bëj unë ndonjë gjë të futet mikrofon, edhe heq mikrofonin. Problemi është që harroj ta vë prap. Nëse gjithsesi për të dalë pa nga kjo, jo thjesht po të pyes se sa njerëz kishe parashikuar ti pjesëmarrës? Tani unë nisa nga një protestë ngjashme që ne kemi bërë para një viti e gjysmë, aso kohë për votën e diasporës. Dhe ne ishim diçka në pjesë 30-40 personash. Edhe unë numrin e deklarova në formulare të deklarova pak më të masë aq difisht afërsisht. Por numri i pjesëmarrësve ishim 100. Policia na tha, ne nuk patëm mundësi të numërojmë njerëzit, por policia na tha që është 70 fish më shumë se sa që kishim parashikuar, edhe ata donin ata vetë kishin një makinë policie dhe na tha një nga të punonësat në fund protestës që edhe mi farë, po themi, pak nësie këtë numër kaq të madh, ne doja drejtojmë bashkisë edhe ata pastaj të marrin vendimin nëse do kemi një job ose jo. Domethënë rrezikon edhe për job ti Devi. Ideja nga ana policisë ishte që ata për një protestë të tillë do duhet merrnin 3 deri në 4 makina, edhe do të ishin shumë polic për të monitoruar situatën. Gjithsesi kjo na bëri në fakt jo se na shqetësoi, por më shumë na motivoi, na dha një farë kënaqësie që kjo që po bënim vërtet ka një farë baze për të revoltuar, për të protestuar, për të treguar konsulatës, ambasadës, qeverisë, njerëzve që janë shesh që diaspora mendon për ta, që ne e ndjejmë dhe vuajm bashkë me ta, që ne jemi kundër kësaj që po ndodh, që ne nuk kemi kundër investimeve, madje investimet kanë qenë kaq të vogla dhe që nga dëshime më të mëdha të qeverive të fundit që investimet në Shqipëri janë në nivelin më të ulët krahasim me të gjithë vendet e Ballkanit. Sigurisht që ne nuk kemi kundër investimeve, po një gjë e tillë pa transparencë ku një person nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës flet për një ishull si ta ketë porositur për familjen e saj është komplet e papranueshme. Sjellja se si është sjell situata deri ku është komplet e papranueshme. Pra, duke qenë aty lidhur me këtë çështje, duke qenë aty në protestë, ke qenë edhe afër mikrofonit, kështu që sigurisht i ke dëgjuar të gjitha fjalimet e njerëzve që kanë marrë fjalën. Cila ishte në thelb, sepse sot po kërkohet të çohet thelbi protestës thjesht ose të kufizohet thjesht tek Zvërneci, tek Narta ose tek Sazani, te Pelikani Kaçurrel kur i thon. Por neve kemi parë domethënë që protesta është e lidhur me më shumë gjëra dhe situata që në Shqipëri nuk shkojnë. Cilat ishin thirrjet ose fjalimet që ka pasur në protestë dhe me çfarë lidheshin, me cilat situata lidheshin? Faleminderit që më bën pyetjen. Në fakt
fjalën e morën shumë njerëz, ne nuk kishim një listë vogël, por ajo u ezaurua shumë shpejt dhe pastaj fjalën e morën në mënyrë të lirë, kurse që donte të fliste, nuk kishim asnjë farë agende apo bllokimi. E para polemizojnë që ishte nga Vlora, në fakt, edhe njihte shumë në zonën dhe Sfornecin. Dhe tema e Sfornecit ishte konsekuent pra e pranishme në të gjitha deklaratat ose të folurat e njerëzve, por duhet të them që ajo çfarë ndizotronte gjithë protestën ishte një farë refuzimi dhe një farë mbledhje ndaj qeverisë, ndaj sistemit politik shqiptar, pa i nda partitë e mëdha majtas të djathtas, një farë zhgënjimi që njerëzit që janë në migrim e ndjejnë pak më shumë, edhe e vuajnë pak më shumë, krahasim edhe me po them një stres mesme që mund të dalë ishte një protestë në Shqipëri. Ishte edhe gjëra të bukura, gjëra spontane. Një nga zotërinjt që foli donte të bandin një minutë heshtje për policin rreth kryetyrës, që ishte për mua një dërhyrje shumë fisnike edhe shumë e bukur dhe nga një protestë e madhe që gjallëronte dhe që tjerët ishin shumë proshme, shumë fota, patën një moment qetësie shumë bukur. Dhe me njerë pas kësaj minutë heshtje, fjalën e mori një aktiviste, pra një vajzë e cila ishte bie një dëshmori, që ishte emigruar në Gjermani dhe ishte diçka shumë emocionuese dhe shumë e ndihmshme edhe për ta dëgjuar fjalët që ajo transmetoi edhe mënyrën se si e shpjegonte atë dhimbjen e saj, që në fakt është dhimbje çdo familje shqiptare që detyrohet të migrojë për shkak se sistemi është i tillë që të vuash, edhe janë njerëzit që janë më në situata, pra njerëzit që janë më të pambrojturit, janë aq vuan shumë. Po, është vërtet. Derisa në momentin e caktuar erdhi policia dhe na ndërpreu, sepse kishte arritur orari limiti orari formularit, në fakt. Kapimi ishte imi dhe marrë përgjegjësinë që nuk e parashikova që protesta mund të zgjasë me shumë orë. Po kishte një revolt, kishte një dëshirë të madhe për të folur, për ta nxjerrë atë si më thënë, lefin kundra situatës dhe njerëzit kishin vërtet ato idenë që në fund, po kishin një po kemi parë që është një trajt që i lidh pak a shumë, besoj, protesta si në Tiranë, edhe këtu jashtë tashmë, që neve nisemi gjithmonë me një lloj bias negativ për kundrejt gjërave që bëjnë vetë, domethënë nisemi gjithmonë nga fakti që u bë sot, hajde më se kur thot populli çudia më e madhe 3 ditë zgjat. Faktikisht kjo ka zgjatur, jemi në ditën e 7 në mos gaboj. Edhe në këto momente që neve po flasim ditë 8, në këto momente që ne po flasim, besoj se ka filluar marshimi drejt bulevardit drejt kryeministrisë në Tiranë, kështu që i përgëzojmë edhe ata që për të 8-ën ditë radhazi po shkojnë edhe po mbajnë qëndrimin para kryeministrisë. Por jo, se neve nuk duhet, është edhe kjo, besoj, t'jap thjesht një mendimin tim. Duhet të kuptojmë edhe kjo protestë ndoshta po na ndihmon që të dalim pa nga ajo fazë, që neve nuk duhet jemi tifoz në politikë, sepse tifozllëk në politikë nuk ka. Tifozllëk kanë në futboll, kanë në çdo lloj sporti tjetër, por në politikë neve duhet jemi, ose në shoqëri, aq më tepër në shoqëri nuk duhet jemi tifoz. Nuk ka tifozllëk, nuk ka jemi kundra qeverisë sepse është Edi Rama në qeveri, apo jemi kundra opozitës sepse është Sali Berisha në opozitë. Jemi kundra, ose njerëzit janë ngritur kundra një sistemi, që është ai sistemi
që në mendimin tim ekziston fatkeqësisht në Shqipëri që prej vitit 1991, viti ku kam lindur edhe unë, edhe që e ka çuar popullin, e ka çuar qytetarët, qofshin ata brenda ose jashtë, sepse edhe ata që janë jashtë për një arsye, ta arrin në këtë pikë. Nuk jemi aty për të ndihmuar politikanin e radhës që do të heqi qafe Edi Ramën edhe nuk di se si t'ja bëj, edhe nuk jemi thjesht kundër Edi Ramës sepse quhet Edi Rama. Janë shumë gjë, edhe këto po e tregohen në këto protestë që, siç e thash, zakonisht nisemi nga ky bias negativ që do zgjasi një ditë, 2 ditë, 3 ditë, po pastaj do vije, do paksohet numri i protestuesve, ndërsa jemi në një situatë ku mbas 8 ditëve numri i protestuesve ka ardhur duke u rritur vazhdimisht, ditë pas dite. Tani për të dalë pak nga protesta në Myni, do ketë protesta tjera në diasporën mos gabohem, ka pas protesta bashkë me asaj të Myniut ku ti ishe i pranishëm, ka qenë protesta në Berlin, po në atë orë, po në atë ditë, pra të prente në 6:30 pas ditës. Të shtunën dije, po se sot është diel, të shtunën dije ka pasur protesta në Itali, që është një vend tjetër. E thash në fillim, po isha mute, kështu që po përsëritem. Por s'do quhet si përsëritje se nuk është dëgjuar. Protesta në Itali që është, edhe shpresoj të kem një prej nismëtarëve ose bashk organizuesve të protestave në Firenze, që është qyteti ku jam rritur edhe unë, në ditët në vijim shpresoj. Domethënë ka pasur në Firenze, ka pasur protesta të mëdha, masive edhe në Milano. Kemi parë videot, kemi parë pamjet që kanë xhiruar në çdo rrjete dhe media sociale. Edhe në çdo faqe në Instagram, Facebook, YouTube, gjithandej shqiptare. Protesta në Milano, ka pasur në Bologna, do ketë në Brescia në mos gabohem. Plus pastaj sot ka qenë protesta në Bruksel, ka pasur dije në Londër, ka pasur dije në Zyri, do mbaroj. Ka pas dije në Frankfurt. Ka pas dije në Frankfurt, po. Ka sot në Dortmund, në stadion ka dhe në Bologna, ka pas dije në Zyri, në Zvicër, në Bruksel ka pas dhe Prenten, ka duket që është një mobilizim i gjithanshëm i njerëzve në diasporë. Duhet kam parë dhe sa foto nga Greqia. Nga Greqia? Për të mos ta analizuar me agjentin grek. Po, nuk për të mos qenë për të qenë korrekt, nuk e di fiksin si në qytet. Ka pas protesta edhe në qytete tjera jashtë Tiranës, në Durrës, Korç, në Elbasan. Po, dje ka qenë në Korç, mos gabohem. Ka pas në Toronto, ka pas në New York, vetëm për të përmendur disa. Në Francë, edhe në Francë kam dëgjuar, duhet jetë në Paris, nëse nuk e di, për Francën nuk kam dëgjuar, s'kam pas informacione. Tashi për të dalë pak nga pjesa teknike, le të themi, për mendimin tënd, çfarë mendon ti se ku mund të çojë kjo protestë? Domethënë, je i asaj rryme që thot, okay, shumë bukur, protestë, 8 ditë, hajde mund të zgjasi edhe një 3-4 ditë të tjera, po siç kam dëgjuar, po fillon vapa, njerëzit duan të fillojnë, sidomos të rinj, duan të fillojnë të shkojnë nëpër plazhe, duan të argëtohen edhe të kapin pak diell, apo je më tepër i asaj rryme që kjo duket që ka marrë për masat e një proteste serioze që mund t'i shkojë deri në fund qëllimit vet. Unë jam i këto protesta janë protesta shumë, pra kanë diçka të re, kanë diçka shumë të veçantë me tyre, është shumë sui generis si fenomen. Janë protesta së pari për shkak se pjesëmarrja më e madhe është një shoqëri shumë e re që ka lindur pas viteve tona aty në 91-në, në 92-shën,
po flasim për protestues që kanë lindur pasmesh. Edhe një qytet në tyre kanë kaluar në pushtet, kanë kaluar me njerëz që njëjën pushtet këto që kemi prej 30 ditësh ashtu për televizione. Dhe unë mendoj se pa dash të rregoj bëhem si orakuli që bëj parashikime, po unë mendoj se kjo protestë ka potencialin që të bëj sjell një ndryshim shumë të madh në Shqipëri. Sigurisht fjala revolucion është ndoshta pak e ngarkuar edhe për herë e gjithshëm me pak frikë që mos rrëshqasin në një instabilitet, por unë që kjo protestë më bëjë ndryshim shumë të madh, unë po kam shumë bindur edhe për një arsye tjetër, sepse për mendimin tim, së pakun analizat që bëjun për sistemin politik në Shqipëri, edhe kryeministri aktual është që kryeministri aktual nuk është një politikan që ka një farë mbështetje ose ka një adhurimi ose ka një farë ka popullin pas tij, po kryeministri aktual Edi Rama momentalisht po tolerohet me shqiptarë për disa arsye, mund të listojmë. Një nga arsyet për mua është që një pjesë e madhe kanë frikë të vijë sërish Berisha në pushtet. Kjo është nga arsyet se Rama tolerohet. Arsyeja e dytë është që kemi pas një reformë drejtësi që tash pa dashje e pa komanduar, unë besoj se Spaku dhe drejtësia janë një celulë shumë e bukur e shoqërisë shqiptare që nuk ka as maestro dhe as master of puppets në skenë. Pra, arsyeja e dytë që tolerohet ka qenë reforma në drejtësi, që gjithmonë ka pas gjithmonë një hendek më shumë që duhet kalonte, një kapërsi më shumë. Dhe të dyja këto tolerime, po themi, që janë bërë Ramës deri tani, kanë filluar të bien si justifikime, sepse e para Berisha edhe për shkak të moshës fizike nuk mund ta rikthejë Shqipërinë ose të bëhet njëri shumë rëndësishëm politik në Shqipëri. E dyta, me luftën e muajve të fundit që Rama ka bërë Spakut, edhe mbrojtjen pa imagjinueshme, nuk mund ta imagjinoj si njëri që jeton në Gjermani prej ka shumë vitesh, që të mbrohet dikush që është i punësuar të shërbejë njerëzve, dhe është në kaq shumë afera dhe kaq i hapur, kaq haptëzi në afera korrupsioni, të mbrohet kaq me mishën në dhëmb nga kryeministri. Domethënë edhe kjo arsye tolerimi bie për të mos i futur stimi tjetër që Palluku është një nga njerëzit që ka shumë poste të rëndësishme dhe nuk del të jap llogari në rrjetet sociale mbyll si komentet, nuk del të jap përgjigje para gazetarëve. Është e pakonceptueshme se njëri që duhet të shërbejë njerëzve të saj shihet pas skenës edhe pas shtetit në mënyrë kaq brutale. Pra, kjo është një tolerim tjetër që bie tashmë. Edhe ndërsa tolerimi i tretë kanë qenë kontaktet që për të mirën tonë ose për të keqen tonë Rama ka pas në disa qarqe të caktuara ndërkombëtare me ato njëjët e tij. Edhe këto tashmë po bien. Pra, dal nga dal shqiptarët nuk kanë më asnjë arsye ta tolerojnë Ramën. Edhe besoj ka kuptuar edhe Partia Socialiste, edhe sipas mendimit tim ne të shkojmë drejt asaj që do të ketë një farë skizme, një farë revolte edhe brenda Partisë Socialiste kundër Ramës. Protesta duhet vazhdojnë. Protesta është moralisht e duhur edhe shumë e bukur si fenomen që tregon më në fund do të ketë një farë ndryshimi. Është pak konceptueshme që ne edhe pas kaq shumë vitesh kaq të bekuar sa jemi me këtë natyrën tonë, me këtë egon tonë, me këtë tiparet e familjeve shqiptare, është pak konceptueshme se si ne akoma jemi një nga vendet më të varfra të Evropës edhe eksportojmë njerëz
gjëra statistik para disa ditësh, mosha mesatare kur unë pas unë të migroja ishte 27 vjeç, sa sot mosha mesatare në Shqipëri 45 vjeç, edhe është tragjike, pra ka ardhur koha për ndryshim. Modeli që ofrohet nga socialistë, po këtu edhe Partia Demokratike, është papranueshëm. Është këtyre u ka ikur koha, edhe sepse edhe shumë pankarta të dyve u ka ardhur fundit. Unë besoj se protesta për të rikthyer një pikë unë besoj se protesta ka potencialin edhe të qita veç që është nevojshme për mendon nëse do ndaloj pak se the që fole për skizëm që mund të ketë edhe një sekond se unë nuk dëgjoj mirë, tash e dëgjoj mirë. Fole për skizëm. Mendon vërtet se mund të jetë dikush brenda Partisë Socialiste, domethënë brenda asaj strukture që është ngritur me kaq zell në besoj mbi një dekadë, gati 2 dekada nga ai që është kryetari i saj që prej 2000 mos gaboj më ndihmo, se nuk jam mirë me datat. 2006-ës, kështu që minimum 20 vjet. Mendon vërtet që aty brenda mund të jetë dikush që mund të dojë të ndahet nga kjo strukturë dhe nga ky sistem. Edhe pyetja tjetër që doja të bëja, mendon se e zëm se protesta do shkoj deri në fund, do t'i shkoj deri në fund qëllimit vet. Edhe do arrit të bëj atë që kërkon, domethënë do arrit të fitoj atë kërkesën që ka, që është ikja e qeverisë aktuale bashk me ikjen e strukturave aktuale të opozitës kryesore, themi, ta quajmë kështu, që është Partia Demokratike me Sali Berisha. Sepse Sali Berisha është në krye zyrtarisht të Partisë Demokratike tani më. Mendon se në rast se ikën qeveria bashkë me opozitën, mund të ketë një përmirësim, kuptohet, e parë afatgjat, jo përmirësim brenda ditës, sepse ashtu nuk ka në asnjë vend të botës. Po mendon se mund të ketë një përmirësim real të kushteve shoqërore, të kushteve të qeverisë, të vendit, themi, të sistemit ku jetojmë, domethënë një ndryshim të sistemit. Faleminderit për pyetjen. Kjo është fiks pyetja e bukur, pyetja më e bukur që nxjerr në thelb faktin që gjithë ne kemi qenë pak psikolog, edhe për t'i përgjigjur kësaj pyetje duhet një analizë ekonomike, analizë sociale, analizë demografike. Sigurisht kjo është e vështirë. Por ajo që mund të them me shumë bindje, që jam komplet i bindur. Të dy këta, Berisha po edhe Rama, i përkasin një brezi që është komplet jashtë, po themi, kohës në cilë për jetojnë sot shqiptarët. Ata janë su ta kthejmë një podcast pastaj që flasim vetëm për Ramën dhe Berishën, po të dy janë mbrojtur me një filozofi jete që përkiste një sistemi komplet tjetër, një sistem i mbyllur, një sistemi intolerant, një sistemi paranojak, dhe është edhe vështirë të presësh një farë metamorfoze nga njerëzit të sistemi. Unë krahasimin e bëj edhe me njerëzit që njoh, me njerëzit që kanë një farë distancë kohore në mënyrën se si e shohin botën, si e shohin jetën, si e shohin kulturën, si e shohin politikën, si e shohin pushtetin mbi të gjitha. Dhe po të shohësh, po bëjmë një analogji edhe me vendet e tjera, është sipas mendimit tim, bota është sot në një moment shumë kritik, edhe shumë jo të këndshëm. Dhe një nga arsyet është se në shumë pika kyçe është
në vende si në pozicione të rëndësishme janë njerëz që i kanë një moshë të caktuar, u flasin nga presidenti i Rusisë, presidenti i Shqipëve, kryeministri i Izraelit, pra janë një grup, një brez i caktuar që e kanë humbur kontaktin. Le të fusim edhe president të tjerë se mos na Le të fusim, po patjetër, president edhe shumë president tjerë që e shohin botën në ato ngjyrat e tyre. Unë besoj se padash të tregohem shumë pozitiv me partinë pushtet, po edhe sigur në PS kishte një ndryshim qeveratash. Unë jam i bindur se do ishte më mirë se ç'është. Unë besoj se kjo parti e ka humbur moralin për të qeverisur më shqiptar, e ka nevojë për një katarsis shumë të madh brenda saj. Por një ndryshim brezësh, unë jam i bindur që të sillte një disfrim të re edhe në qeverisje, edhe në të impulsin që jep shoqërisë. Ne diskutojmë shpesh me miq, me aktivistë tjerë, me njerëz që njohin sistemin nga afër, edhe Shqipëria nuk ka nevojë për shumë. Shqipëria ka nevojë për njerëz që bëjnë atë punën e tyre të mërzitshme, burokratike, dhe vetëm me kaq do mjaftonte të kishin një zhvillim shumë të madh. Po ne momentalisht kemi një administratë, njerëz që janë frikë se do humbin vendin e punës, njerëz që kanë mendje sa punonjës do mbledhen tek ky tupim, sa punonjës do mbledhen tek tupim. Kush fitoi bëhet deputet nga plani im brenda kësaj partie, pra edhe ka studime shumë të qarta për këtë. Pra sisteme administrative që ndërtohen në bazë të nepotizmit, edhe në bazë të njohjeve, jo në bazë të meritës, janë shumë më pak eficiente se sisteme po themi si ata që kanë helm të saj që ti punësohesh për bërë këtë punë, të bësh mirë, edhe nuk do kesh impulse të jashtme. Edhe vetëm këndryshim të vi. Nuk kemi nevojë të bëjmë as shpirtin më rrotën, edhe as bëjmë gjë tjetër. Pra që njerëz që kanë nevojë, njerëz që kanë dëshirë dhe vullnet të angazhohen edhe të bëjnë ato tregjerat e vogla, ndryshimi në Shqipëri do ishte shumë më madh. Do ishte jashtë më shumë madh. Dhe ti e shikon ky nepotizmi, mjafton të shohim inceneratorët, se është një temë komplet e vjetër, e di, po është një nga gjërat që mua më thonë gjithë miqtë e mi që njoh vërdallës, që mundohem të bind të vizitojnë Shqipërinë, janë veturina. Një gjë që e thonë shumë që simpatikë sociale, shumë pa funduar askënd, po që duket rreth direkt. Edhe ne qeveria nuk ja doli dhe sistem incenerator që është një teknologji madje e vjetër, që nuk do ishte gjithsesi si më mirë, po edhe këtë nuk ja doli. Madje e lanë rrugë se është ky sistem që bazohet mbi nepotizmin, mbi korrupsionin, mbi këtë konceptin, po do bëjmë këtë, sa do marr ai, si ta bëjmë kështu që të marr ai, është kjo është turimi kasosur. Ky lloj sistemi nuk ka më asnjë moral që përse edhe mjafton ndryshe kaq nuk ka nevojë të vi as bëni as Dubai, edhe as New York, as Las Vegas. Mjafton të ndryshim i vogël, edhe unë jam i sigurt që do të jemi një shëllim. Po nuk mendon dua të cys pak se je shumë pozitiv prandaj. Nuk mendon, ja se bëj shaka, po nuk mendon se siç thash, ja ikën A-ja dhe B-ja, por mos i zën me emër se duket sikur kemi qejf flasim për ta. Po nuk mendon se vetë shoqëria shqiptare ka rrezik ta çojë vetveten prap në atë pikë? Është pak e kështu e provokative. Jam në Albin Kurtin në të pikë, nuk jam antar pretendosës, por në të pikë edhe Albin Kurti ja kam bërë shpesh të pyetje, edhe Albini ka një përgjigje perfekte. Albini thotë, unë
kam besim të njerëzit e mi. Edhe kjo për mua është një nga fjalit më të bukura. Edhe kur ti ke besim tek njerëzit e tu, kur ti ke besim që një gjë mund të bëhet, kjo pjesë do të i kalohet, janë shqiptar nuk janë as më të zgjuar edhe as më të budallën se popujt e tjerë. Po ne do të kemi shumë më shumë besim te njëri tjetri. Është edhe një fatkeqësi historike le të them, sigurisht, kjo marrëdhënie që ne kemi në shtetin e mes shtetit. Kjo do kohën e vet të neutralizohet. Po nëse bëj një krahasim edhe me sistemin tonë Gjermani, ti besoj sa ti ke jetuar në Itali, jeton edhe në Gjermani. Në Gjermani nuk ke kur futesh për shembull, marr shembull që çara kur merr trenin ose kur futesh në metro, nuk ke një derë që mbyllet, e ti duhet të kërkosh biletën për të futur brenda. Në Gjermani sistemi të beson. Po. Pra, beson do futesh me biletë në tren. Edhe ka kontrollës publike. Edhe vetëm këndësia, unë edhe vetëm që në Itali gjithmonë shteti nuk ka besim. Çpak më ndryshe, që është e vërteta. Konsiderohet njëri që do abuzosh. Edhe kjo ka edhe këtë rikthimin psikologjik, pastaj që ndoshta jam edhe tek kriminali që do abuzoj. Edhe e marr këtë shembull për të treguar që ne duhet të kemi shumë besim te njëri tjetri. Unë jam i bindur që edhe këta që janë punësuar në administratë me nepotizëm, shumica e tyre jam i bindur, shumica e tyre duan një Shqipëri më të mirë, duan një Shqipëri më të drejtë, duan një Shqipëri që të shkëlqej, që të jetë më e barabartë, sepse ata mund të kenë një moment të caktuar për fituar nga diçka, po nëse ata ushqejnë një sistem të padrejtë, ky sistem i padrejtë do i provojë ata dikur. Ose ata, ose fëmijët, ose familjet, ose në momentin që do dallesh me një nevojë për nevojë mjekësore, për një nevojë tjetër para gjykatës, para institucioneve. Kjo është shumë e qartë. Jemi ta bëra të shpresoj që sistemi pastaj do të drejtë. Të bëra këtë pyetje Kastile edhe për të parë nëse ti do i qëndroje besnik pozitivitetit tënd, më tregove që po, edhe më pëlqeu përgjigje sinqerisht shumë, sepse edhe unë jam i mendimit që nuk ka popuj të qinj apo popuj të mirë në gjenezë edhe në thelb. Sipas vendit bëhet e kuvendi, kur i thon. Kështu që kemi një shprehje tjetër popullore, peshku qelbet nga koka. Edhe unë jam shumë i bindur që në momentin që nga lart, pra ai që ka shtetin më të madh në një bashkësi të caktuar, tregon vullnet për XY gjëra, atëherë kjo pastaj rrjedh hierarkisht në si piramidën e pendimeve. Për të kaluar kjo tash me që nxorën tash që peshku qelbet nga koka. Ke besim ose më saktë, si mendon që do ishte neve kemi 35 vjet që flasim për tranzicion. Në një moment të tillë, si ai që po jetojmë tani, nëse protesta e mbajnë gjithmonë me pikpyetje, se dëshira edhe shpresa është e madhe, por mirë që ta mbajmë me pikpyetje. Nëse protesta do shkojë deri në fund, arrihet qëllimi. Cila do ishte mënyra sipas teje, mënyra më e mirë dhe më e dur për të bërë atë ndryshimin? Ose më saktë, mendon se mbas kësaj proteste, një herë që do mbaroj protesta, do jenë të duhura zgjedhje të parakoshme dhe direkt pas protestës, apo do ishte më mirë të kishim një kohë tranzicioni të mirëfillt para se të shkoje në zgjedhje të tjera të reja? Domethënë, ke besim në ata që mund të vinë direkt pas klasës aktuale apo jo?
Pyetje shumë e vënd. Unë besoj se nuk jemi në tranzicion. Unë besoj se ne prej paktën 20 vitesh ose pak më shumë kemi arritur në një situatë post-tranzicion, në një situatë që ka ngelur në stagnacion të ky post-tranzicioni dhe që asnjë nga njerëzit që kanë qenë pushtet ose partitë në pushtet nuk ka arritur për atë të kalimit. Sigurisht në vitet 2000 kemi pas luftë pranë Ballkan, kemi pas probleme shumë thelbësore, edhe ka qenë periudhë tranzitore për të gjithë Europën lindore, nëse vende të tjera, në rastin e Polonisë për shembull, apo Çekisë, vende që janë afër Gjermanisë, kanë arritur të një niveli tjetër, po Slovenia që janë pjesë e Jugosllavisë. Ne kemi ngel në një fazë post-tranzicion komplet në stagnacion. Është pa konceptueshme për mua, vërtet nuk e di ç'është, por sot akoma flitet për ujë të drita 24 orë. Edhe diskutojmë për investime miliarda euro. Një fazë kur nuk shoh në ndryshim thelbësor krahasuar me shtetin e të rishës, për shembull, para 2013-s, ku ke akoma sot njerëz që merren nga administrata me listë pjesëmarrje në portubime partijat. Komplete pa imagjinueshme. Më kujtohen thirrjet e eksponentëve të PS-s në 2013, se sa i keq është ky Sadiu që e bën administratës, dhe sot pas mandatin e 4 ne diskutojmë akoma për njerëz në administratë që duhet të plotësojnë listën me pjesëmarrje në portubime. Komplet. Prandaj them, ne jemi në fazë post-tranzicioni që kanë ngel akoma në stagnacion. Jam shumë i bindur që ose takën të përshtypja ime është me gjithë njerëzit që me cilët flas këtë bindje kanë ata. Themi njerëz që kanë një farë objektiviteti edhe dëshire për ta parë Shqipërinë një vend më të zhvilluar, edhe më të lirë, që janë jemi edhe pjesë e vizjes diaspora për Shqipërinë të lirë. Po si mendon se duhet ishte mënyra më e duhur për post-proteste? Domethënë të shkojë në zgjedhje të direkte apo një periudhë tranzicionit mirëfillt ku mund të dalin figura të reja, të papërfshira, të papërlyera, të pastra, aq sa mund të jenë të pastra, apo ke besim se në klasën aktuale mund të ketë akoma si ta them unë mundësi përmirësimi? Unë të më gjithmonë tifoz të zgjedhjet parakoshme. Jo për shkak se më pëlqen instabiliteti, çfarë është historia e Italisë për shembull, është në fakt Celoni që jetë hidhur që për 10 vite kanë 4-5 kryeministra, por në Shqipëri, mendoj unë, të ishte perfekte për të përmirësuar sistemin, po të kishim shpesh zgjedhje parakoshme, sepse sistemi është në mënyrë të tillë që partitë në pushtet duhet të punojnë në fazë për 4 vite dhe të mbledhin atë haraçin që duhet për të financuar zgjedhjet e ardhshme. Dhe nëse ky interval të ishte më i vogël, pra të vinë zgjedhjet çdo vit, ky flus shumë më parash që duhet i pisët, sepse në çdo zgjedhje konstaton ose BE-ja që financimi i partive është jo transparent. Pra ky flus i pisët i parave që hidhet në zgjedhje, të duhet të fragmentarizoj nga zgjedhja në zgjedhje. Edhe do ishte pak nuk do ishte kaq statike situata sa që kemi sot. Nuk besoj se unë kam formulën perfekte. Mendoj se zgjedhjet e parakoshme do ishin një alternativë shumë e mirë. Çdo gjë krahasuar me këtë që kemi tani, do ishte alternativë shumë e mirë. Po besoj Tërheqja Ramës do të ishte
kushti primar i protestës? A do kemi qeveri tranzitore? Fakt, këtu pastaj do të shohim se si do reagojë Partia Socialiste, si do jetë, a do kenë ata deputetë të Partisë Socialiste forcën edhe vullnetin për ta kuptuar çastin në cilin ndodhet Shqipëria, edhe për të marrë përsipër momentin edhe kohën për të bërë dhe për të marrë disa vendime të caktuara. Mund të kemi një luftë brendshme të PS që ta sjell situatën në atë mënyrë të tillë që ne të kemi një qeveri teknike me Ramën ose pa Ramën dhe ta zbarisin zgjedhjet e parakohshme për disa vite. Unë besoj se kjo mund të ishte një hile që mund të bëhet protestuese dhe protestës në këtë momente. Dhe prandaj jam pak i hezituar, besoj se shef tek përgjigjja ime që jam i hezituar, nuk them cila do ishte formula perfekte, po tërhiqja Ramës, largimi i Ramës, njerëzit në fakt kanë tyre, nuk e duan më të qeverisë, nuk e duan më të modeli, edhe me që e solve prapë diskutimin këtu më kujtua një pyetje që bëhem më parë që nuk përgjigja a besoj vërtet e skizma kësë. Unë nuk besoj që ta ministrat e ri, që unë ndjek politikën rregullisht, është pjesë shumë e rëndësishme e ditës time, edhe nuk u di emrat, nuk e di para kush është ministri i kulturës apo ministri i mjedisit. Ty tre i mjedisit, po, fakt në që po prapë në mjedisit. Këta person që Rama i ka marrë nga rruga e i ka bërë një nga pjesë që kanë qenë në një territori të caktuar që mund të bërë qefin dikur. Këta janë të djegur, ata do jenë besnik Ramës, sepse pa Ramën janë askushi, por brenda në PS janë i bindur që ka disa figura, tashmë shumë, sepse shumë janë shkatuar, por ka disa figura që mund të kenë një farë kodi moral politik. Janë disa, po themi, qaqe tjera që ndoshta nuk janë aq moralshëm, por kanë interes që të prezojnë Ramën. Dhe ky mix besoj mund të sjellë ndryshimi që ka nevojë për PS-ja, po edhe parlament. Dy batuta shumë të shkurtra, edhe pastaj besoj se i kemi ezauruar praktikisht të gjitha rolin e opozitës sot. Gjatë protestës kemi parë që ditët e para kryetari i Partisë Demokratike, që mos ta quaj me emër, se dim gjithë se kush është. Edhe si? You know who. You know. Është shprehur kundra protestës faktikisht. Ka thënë që investimet janë shumë të mirëpritura, bile madje investime që vijnë nga një pjesë e caktuar e botës janë shumë më shumë se të mirëpritura. Pjesëtar të tjerë të opozitës edhe ata në javët që kanë kaluar, në muajt që kanë kaluar, kanë arritur të thonë që nëse edhe thjesht 1 miliard do investoj nga personi që përflitet, duhet t'i shtronim tapetin e kuq se Shqipëria ka nevojë për investime të tilla. Ndërsa sot 3 ditë, 4 ditë mbas fillimit të protestave, dukshëm duke parë për masat që kishte marrë, kanë filluar të shprehen në mënyrë të favorshme për protestën, për protestuesit, për kauzën e protestës, domethënë kanë ndryshuar 360 gradë, 180 gradë, falë se 360 gradë do ishte kthyer si në fillim, po që 180 gradë qëndrimin e tyre ndaj kësaj proteste. Pse po e bëjnë, edhe a do i dëmtojnë më tepër protestës se sa, ose është ndoshta edhe një mënyrë që po përdorin ata për ta dëmtuar protestën?
pyetje shumë e vënë në fakt, po edhe kjo kërkon një analizë shumë të gjatë. Gjë, ne kemi në, po themi, njerëzit që kontrollojnë partitë, kemi disa tipare që nuk u kanë hije. Ne kemi një farë servilizmi ndaj më të fortëve që nuk na përket ne, nuk na përket në asnjë shoqëri. Që të thua është bardhës së CS-së të bardhë është e pakonceptueshme. Unë besoj frika e Partisë Demokratike ka qenë që mos është një kurthi i Ramës që ne të dalim kundër Trumpit ose asaj pjesë të vogël të departamentit të shtetit që merret me Shqipërinë, edhe prandaj ndoshta kanë bërë një lëvizje shahu për mua më shumë, që nuk po bin në këtë kurth që nuk është kurthi i Ramës, edhe po rrin jashtë protestën. Ndërsa tani e kanë kuptuar që ka një farë thelbi shumë sinqert, shumë bukur të protesta, dhe nuk ka familje shqiptare që mos ta ndjek të vështirësinë e ndodhen këto momente. Ne kishim në përpamjet në Zvënec, ku mor penge së fria nga truprojat, nga security. Aty afër rrinte policia komplet impotente. Komplet impotente. Ishte pak më sipër, ata pronarët ose të afërmit ose security nuk i di as nuk i di mirë fuqishin, që i hidhin spray njerëzit që po protestonin, edhe që bashkë me njerëzit i hidhin spray dhe policisë. Policia komplet në vend që të tregon të tonë diçka, pastron ose kthen faqen tjetër. Kjo është shëmbëtyra më shëmtuar që nuk kam parë ndonjëherë në lidhje me policinë e shtetit. Edhe po flasim, kemi pasur raste shumë flagrante. Bashkë me këtë kemi edhe një situatë ku media nuk po reagonte fare. Ishte komplet në ditën e protestës parë, pasi ndoqja në rrjetet sociale, që më kanë mënyra e parë se si uniformohen, hap gazetat online, portalet, për të parë, po këta profesionistët si po e transmetojnë protestën, zero. Nuk du t'i përmend tani të cilat ishin ato para që pash, po kishte zero informacione nga protesta. Edhe këtë ka kuptuar i madh i vogël që tani nëse do vërtet ti bësh opozitë këtij sistemi, duhet të tregosh diçka tjetër. Kjo është besoj ajo që ka mundur PS-s. Ne kemi ditë gjithmonë që ta Partia Socialiste me Edi Ramën, me pandat e veta, me horrat e veta, na vjedhin edhe na vjedhin keq. Ne nga PD-ja kemi pritë që të reformohet PD-ja. Nuk kemi pas nevojë për asnjë provë nga Partia Demokratike që ta tregojë se sa korruptuar është Partia Socialiste. Të e dini, di i madh i vogël. Dhe ky reformim brenda PD-s ka munguar. Ka munguar edhe është për ta keq që e kemi sjellë situatën në këtë pikë. Ka një risk të madh që ata ta prishin protestën. Unë uroj që qytetarët të gjejnë kurajën dhe forcën për të qëndruar mbi këtë, edhe për të gjetur një rrugë bashkëpunimi se si të krijojnë një sinergji edhe me këtë opozitë, sido që është. Pra po flas për por unë jam optimist edhe në këtë pjesë, se për fat mirë PD-ja nuk është në opozita vetme. Unë nuk jam për ta sqaruar, nuk jam antar i asnjë partie, po edhe për cilat këto partitë e reja kanë mendimet e kritikave të mia, po të paktën ne e dimë që kemi 3 parti të reja që janë goxha aktive, që janë goxha po them të artikuluara, që nuk kanë qenë asnjë në pushtet, që të paktën të provë kemi, që nuk vjedhin, që nuk kanë vjedh. Edhe që ofrojnë fare alternative jo vetëm ndaj qeverisë, por edhe ndaj opozitës.
besoj që ky konglomerat faktorësh ndoshta do krijojë rrugë kompromisin që protesta dhe ky revolt të mbahet gjallë derisa të rrezollet. Shumë bukur. Shumë bukur. Kishte edhe një gjë tjetër faktikisht. Domethënë ishte gjë e dytë e fundit, po shumë shkurt për ta ulur pak tonin serioz të bisedës. E para në Munich ka pasur shqiptar nga Kosova që ju janë bashkuar. Ka pasur, po. Shumë bukur. Se nuk e them dot me sa pra nuk e konkretizoj dot numër, po ka pasur, sigurisht. Shumë bukur se është bërë thirrjet kanë qenë edhe unë personalisht në për forume dhe në për grupe WhatsApp-i ku jam brenda, ka që kam pas edhe shumë kontakte me shqiptarët e Kosovës që janë të pranishëm këtu në qytetin ku jetoj. Kam tentuar ti involvoj në këtë protestë sepse sado na përfshim pak a shumë të gjithë. Edhe vetë ky podcast si projekt ka lindur për t'i dhënë zë jo vetëm shqiptarëve të Shqipërisë, por shqiptarëve nga gjitha trojet edhe trevat ku flitet shqipra, nga Malizi. Shpresoj që të kem dikë që mund të vi të më flasi nga Malizi apo nga Maqedonia e Veriut apo nga Kosova. Kështu që më bëhet shumë qefi që në protesta dhe jam i bindur që edhe në Berlin, në Frankfurt e di personalisht sepse njoh njerëz shqiptarë nga Kosova që kanë qenë të pranishëm në Frankfurt tje në protestë, po edhe në gjitha qytetet e tjera, sepse edhe mund të jetë një mënyrë për të na afruar akoma më tepër. Sepse neve e dim që shqiptarët e Kosovës kanë 35 vite që vinë në Shqipëri për pushime në Durrës, në gjithë pjesën e jugut, shumica e pjesës jugut, domethënë pjesës vijës bregdetare të jugut shqiptare vizitohet nga shqiptar nga Maqedonia e Veriut. Kështu që mund të jetë një kauzë dhe një arsye që mund na bashkojë akoma më shumë, edhe këtë e shpresoj me gjithë shpirt. Besoj se argumentat dhe temat që kisha bërë ndërmend të ezauronim i kemi ezauruar. Do të regojemi sinqert, jemi live, kështu që probleme live i parë, probleme ka pas, kam pasur një dy feedback, po kam zgjedhur që mos ta ndërpres bisedën sepse po më pëlqente, sinqerisht po më pëlqente shumë. Edhe do bëj çmos që ta rregulloj në post production gjithë bisedën tonë, sepse meriton, besoj që meriton, edhe jam i bindur që meriton që ta dëgjojnë, meriton që shqiptarët kudo që janë, sidomos brenda, ta dëgjojnë zërin e diasporës, jo sepse neve si diasporë jemi e vërteta, mbajmë të vërtetën e shqiptarisë apo të botës sepse kemi parë botën edhe jemi një shkallë më lartë, absolutisht jo. Por duhet jetë, sipas mendimit tim, edhe shpresoj që ta ndash ti edhe gjitha që do na shikojnë, shpresojmë shumë. Neve duhet jemi më të bashkuar. Më të bashkuar sepse ja po e tregojmë, protesta nisin në Tiranë, edhe mbështetja e diasporës ndoshta nuk është decisive, por është shumë e rëndësishme. Kështu që neve si shqiptar duhet të mbajmë njëri tjetrin, duhet fillojmë të harrojmë ato ndasit veri jug, që do jenë gjithmonë, po se janë pjesë e folklorit ato në çdo shtet, po të kufizohen tek folklori, edhe të mos shkojmë kur më tutje më tej folklorit. Të falenderoj shumë Devis, ndoshta u zgjatëm pak më tepër se ç'duam, sepse tash na presin familjarët. Është gati buka kur i thon. Apo jo, ti je i martuar? Shukot për kontekst?
Dakor, faleminderit. Endri do të them vetëm dy gjëra të vogla, Po. nuk do zgjatem shumë. Po. Në fakt për shumë që e përmendë punën e këtij bashkimit brenda shqiptarëve, dhe kjo është një nga pika tjera akoma që tregojnë që ne kemi ngel një farë stagnacioni, ky afrimi që do të ishte shumë natyrshëm të shqiptarëve është në pikat më të ulta që ne kemi pas në historinë tonë pas 90-s. Për shkak të egos së dy liderave që nuk arrin të kapërcejnë ato mosmarrëveshjet e vogla, është vërtet për tartkish. Por gjithsesi ne bëmi që folëm, unë të falenderoj shumë për ftesën. Unë duke qëndruar në linjë me atë që the, jam shumë optimist, jam i sigurt që një nga fjalitë që kam dëgjuar nga miqi tjetër nga tifozët përgjithësi që ky është shekulli i shqiptarëve, unë jam i sigurt që ky ka qenë vërtet shekulli i shqiptarëve, jam shumë optimist. Gjëra më të mira do vinë dhe të përgëzoj dhe të uroj suksese sa më shumë ju shpresoj që kur të jesh Joe Rogan i shqiptarëve, pastaj njerëzit në të shohin të podcastin e parë. Falenderoj shumë edhe shpresoj që të jesh edhe ndonjëherë tjetër në podcast, ndoshta për të folur pak më hollësishëm për DPSHL, diasporën për Shqipërinë e Lirë. Me shumë. Pse jo? Me shumë kënaqësi. E fundit, DPSHL-ja diaspora për Shqipërinë e Lirë ka një nismë magjike, një nismë që na motivon gjithëve, që është Pusta, Sevasti Qerjazi, çdo kush që na dëgjon, edhe ka celularin dorë, shpresoj ose uroj motivoj që ta kërkoni në internet Busta Sevasti Qerjazi, është një mostit shumë e bukur, një bus modeste, por ne kemi ngritur me shumë dashuri si projekt, edhe të ta çojmë para dhe çdo vit të jetë gjithmonë e më e bukur si që. Faleminderit edhe një. Shumë faleminderit Elvis. Po do flas në televizion në një rast tjetër. Patjetër. Shumë faleminderit, uroj një mbrëmje të këndshme. Pra, okay, jo, vajti tash personalisht me ato pritshmëritë që kisha, do të tregoj shumë i sinqert, me ju kamera, po ja se pak problem këtu tash. Okej, ja u ktheva. E falenderoj shumë Devisin, ishte shumë eloquent në të gjitha ato që ka thënë. Besoj kam vënë re sigurisht që gjatë transmetimit live nuk ka qenë çdo gjë perfekte, por do ta përmirësojmë. Ky episod do shkojë sigurisht online. Pas përmirësimeve në post-production. Kjo ishte rënjë për sot. Sinqerisht nuk e di edhe se si ta mbyll sakt, duhet ta përmirësoj edhe mbylljen ose ta mësoj mbylljen. Por për sot do ta mbyll kështu që kjo ishte rënjë për sot. Besoj se të gjitha ato që kemi dëgjuar nga Devisi, pjesë e madhe e saj e tyre na përbashkojnë. Shpresojnë që protesta të cilën unë do vazhdoj në ditët në vijim me shpresën që të më bashkohen pjesëtar të tjerë të diasporës që kanë qenë organizator, bashkëorganizator, iniciator ose edhe thjesht pjesëmarrës të protestave në qytetet ku ndodhen, të më bashkohen, të bashkëbisedojmë për ato, të dim më shumë për pikpamjen që ka diaspora kundrejt Shqipërisë, të njohim më tepër për njëri tjetrin, edhe siç e tham tani para pak minutash edhe me Devisin, të lidhemi sa më shumë me njëri tjetrin sepse meritojmë. Shqipëria është e shqiptarëve do ngelet gjithmonë, edhe me këtë e mbyll, ju falenderoj shumë. Edhe shihemi në episodin e radhës të podcastit Rrënjë. Shumë faleminderit. Nga Endri, unë jam Endri. Prandaj quhet Rrënjë me Endri. Mirupafshim.